ai mundohet që me shkrimin e tij me mbo bashkëpunëtore të një ish gjyqtare dhe asistent të një ish gjyqtare famkeqe, Danica Marinković, të cilën e kam njohur vetëm si figurë dhe si gjyqtare të asaj gjykate në atë kohë. Po kur s'kam qenë asistent i Danica Marinkovićit. Kjo është shpifja më e rëndë ndonjëherë në jetë që më ka bo. Kjo është goditja më e rëndë që është provu me më bo. Kjo është vrasja që më ka bo mua dhe familjes teme. Ndryshe, vrasja e një njeriut, integritetit dhe qasjes kombëtare të një personi nuk bëhet përveç këtyre shpifjeve. Ai, në shkrimet e tij, shkruan se unë kam qenë rëçak në anën e serbëve. Turpi më i madh i një shkrimi që mundet me ndodhë sot në këtë kohë të demokracisë. Dua t'i them publikut dhe çdo qytetari. Ju lutem shumë, janë faktet. Nuk po flas unë pse jam Besim Kelmendi. Por mund të vërtetojnë me gjitha fakt, kur njët, deri në vitin 2021, unë nuk kam qenë në fshatin Rëçak. E as në anën e atyre që kanë qenë kundër popullit shqiptar. Për kundrazi, kam qenë kundër tyre. Kam qenë kundër Danica Marinkovićit. Sepse kam dëshmi dhe dokumente kur unë së bashku me 14 punëtorë tjerë shqiptar edhe e njoftojmë edhe shqyqoni vetëm pak, po du me i ruj disa emra që janë këtu, sepse janë një listë e madhe punëtorë shqiptarë që kemi punu në gjykatë. Dhe po du me i thonë vetëm diçka. Në këtë deklaratë që kemi nënshkru, ne tregon qartë se Danica Marinkovići se bashku me 4 gjyqtarë tjerë që ishin të uniformuar, kanë bërë edhe plaçkitin e lokaleve shqiptare që ishin afër gjykatës. Por çka është më e rëndësishme për popullin me ditë. Në deklaratën që ne e japim në atë kohë, tregon se Danica Marinkovići ishte angazhuar në asgjësimin e gjurmave të krimeve të bëra në fshatin Rëçak. Kam pas fatin që lidhur me Rëçakun në vitin 2000 faktikisht, të caktona antar i trupit gjykues ku kanë marrë pjesë 2 gjyqtarë ndërkombëtar dhe prokurori ishte ndërkombëtar. Vetëm unë isha vendor. Isha caktuar me vendimin e kryetarit të gjykatës, në atë kohë ishte Ramadan Berisha. Dhe gjatë këtij procesi kam bërë angazhimin tim maksimal që çështja të gjykohet sipas ligjit dhe kushtetutës. M'vjen mirë që vendimi jonë si trup gjykues i marrë në vitin 2021. Ka treguar 2001. Ka treguar që në rastin e Rëçakut, personi që ishte i akuzuar ishte pjesëmarrës dhe kishte kryer vrasje, për të cilat ai është dënuar me dënimin maksimal në atë kohë. Ai vendim është i formës së prerë nga të gjitha gjykatat. Ai vendim është marrë si provë edhe në gjykatën e Hagës në procesin kundër Miloševićit. Bile aty ai kasap i Ballkanit çfarë bën? Mundohet me lanë fajin që gjëja unë jam ai që kam vendosur për këtë çështje. Që në realitet ne ishim 3 gjyqtarë, unë dhe 2 gjyqtarë ndërkombëtar. Kjo më shtin tash me ju tregu zoti betem nëse më lejohet. Në kohën kur isha në gjykatën e Qarkut në Prishtinë bashkë me punëtorë tjerë shqiptar, ne kishim organizuar një sindikat punëtorëve shqiptar. Dhe ishim në vit plot me gjithë sindikatën e punëtorëve shqiptar. Bile ka pas raste kur janë pranuar punëtorë shqiptar gjatë asaj kohe me pëlqimin e sindikatës së punëtorëve të organeve të judikaturës. Sot e keni një person që ka një pozitë
në sistemin gjyqësor që mund ta konfirmoj këtë, s'u du me përmend emrin, por ajo mund të tregoj çysh është pranuar në këtë gjykatë. Sepse interesi kombëtar ishte që ne të kemi sa më shumë njerëz brenda sistemit, edhe që të punonin për interesin kombëtar brenda sistemit. Bile, për opinionin, është nështë me rëndësi shumë të theksohet, se në atë kohë aplikuan të gjithë gjyqtarët dhe prokurorë me përjashtim të pak vetëve, një 5-6 vetë kretë nivelin e Kosovës, se gjithë tjertë kanë aplikuar në kuvendin e Serbisë. Pra flasim për kohën e regjimit serb në Kosovë. Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, përveç po them këtyre numrave të vogël 5 vetë ose diçka që nuk kanë aplikuar. Për më bë gjyqtar me vazhdu me met mbrana sistemit, sepse kërkesat e kohës, njerëzit që merreshin me mbrojtjen e lirive dhe drejtat njerëzit, ishin avokatë shquar, ishin pjesë e këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, ishin edhe përfaqësues partive të ndryshme politike të asaj kohe, kërkonin që të mos lirohen vendet e punës, por të mbeten shqiptarët aty, sepse kështu mundet me u ndihmu mas shumti qytetarëve shqiptar.